Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ja çfarë do të bënte Gjesti nëse do të zgjatej qëndrimi në shtëpinë e famshme. Sonte banorët zhvilluan një intervistë së bashku. Në pjesën e dytë të emisionit, Gjesti dhe Loredana kishin të ftuar dy prej banorëve, Gertën dhe Iglin. Gjatë diskutimit, një moment i tensionuar ndodhi kur Igli vendosi të largohej nga studio pas një pyetje të drejtë për drejtë nga Gjesti. Pjesa e diskutimit kishte të bënte me rrugtimin e tyre në shtëpi dhe emocionet që kishin përjetuar gjatë kohës brenda. Në një moment, Gjesti u shpreh me një ndjenjë mërzie. Jam duke u mërzit që po mbaron. Nga njëra anë po dua të shkoj në shtëpi, por nga ana tjetër, kjo deklaratë solli një reagim nga Gerta, e cila e pyeti nëse, në rast se do të qëndronte më gjatë, Gjesti do të mund ta përballonte apo jo. Ai u përgjigj me një përgjigje të thjeshtë por të fortë. Po, do ta përballoja. Jemi mësuar bashk, kemi jetuar bashk edhe pa e njohur fare njëri tjetrin.